Jemi rikthyer sërish bashkë. Ju tashmë e dini tonë nuk kam çare pa ju tregu. Për të gjitha storet e Prives, e keni kanalin tonë zyrtar në YouTube Prive Klan Kosova, e gjithashtu edhe faqen tonë zyrtare në Facebook me po të njëjtin emër. Tani kalojmë te rubrika jonë intervista 60 sekondshme. A përdor ajo narkotik? A do e kishte lënë më përpara muzikën apo ganion? Dhe kur do të bëhet nën? Përgjigjet e Bleona Qeretit i ndjekim vetëm pas pak. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Bleona. Jeni duke ndjekur intervistën time 60 sekonda për Prive. Si po ndjesh? Perfekt. A e meriton këtë jetë luksoze? Po. A është e vërtetë që zhvillimi në Amerikë solli Bleona në trojë shqiptare? Jo. A përdor narkotik? Absolutisht jo. Pija e preferuar? Nuk pi alkool. Maca apo qen? Qen. Kur mendon të quhesh nën? Vitin tjetër me kismet Zotit. A e dhën pas tonjave? Çdo ditë shumë herë 24 orë në ditë. A do haje tani një donut? Po. Në mëngjes a qelësit me frape? Jo. A je e dhunshme? Jo. Varet. A beson në thënien, pulave u ka hije të kakarisin vetëm në kotet? Jo. A do ta shohim Bleonën në kandidaturë për ministre? Jo. Sa kafe në ditë pen? 2. A është e mbushur me dashuri Bleona? Po. Vendi më i papërshtatshëm në seks? Duhet me gjetë kohë për seks fillimisht. Më parë do lije ganion apo muzikën? Gan.